Një situatë tensioni është regjistruar mëngjesin e kësaj të hënë në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, ku edhe është shënuar një përplasje mes dy kompanive që janë të angazhuara me punimet në aeroport. Dya Group të Valon Ademit dhe Mapco të Bexhet Pacollit. Sipas burimeve, Dya Group nuk lejon hyrjen e punonjësve të Pacollit në kantier. Njëkohësisht këta të fundit kanë bllokuar hyrjen e aeroportit dhe nuk lejojnë lëvizjen e automjeteve. Nga ana tjetër, kompania që është penguar pretendon se ka të drejtën ligjore për të ushtruar aktivitetin e saj në këtë projekt, ndërsa pala kundërshtare argumenton se hyrja e tyre në kantier është e paautorizuar. Ismet Pacolli nga kompania Mapco thotë se dy kompanitë gjenden në gjykatë dhe është drejtësia ajo që do të vendosë përvimin e çështjes. Sipas tij, punonjësit e kompanisë Mapco dhe nënkontraktorëve të tyre janë telefonuar mbrëmjen e kaluar, duke njoftuar se nuk duhet të vinin në punë ditën e sotme. Megjithatë, duke mos pasur komunikim zyrtar, punonjësit janë prezantuar në punë, por nuk janë lejuar të hyjnë brenda ambienteve të aeroportit. Na kemi problemin me nënkontraktorët, cilët janë të pafajshëm. Nuk kanë lidhje nënkontraktorët me kontratat e Vias edhe të Mapkos. Ata kërkojnë me hije me punuem, t'i kryjnë punët e tyne. Për t'i kryer punët e tyne, e kanë afatin deri në fund të muajit. Prej fundit të muajit, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet e tyne edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta e kanë hallin e tyne, edhe unë e kam hallin e atyne. Çka na bojna në mes veti, mes Mapkos edhe Vias, apo shtetit, ka kush i drejton atë punë. Është bë prej disa punonjësve të Vias që punojnë këtu. Nuk e di unë, a kanë autorizim, a nuk kanë, do t'ja kërkoni atyne autorizimin. Nuk bëhet këja punë mas orës 21 mbrom, për sot nuk vinim punë. Asnjë punëtor e kryen punën këta në ora 5, edhe kanë shku në shtëpi. Qysh me lajmërua na nën kontraktorët që nesër nuk punohet, nuk kena mujt. Sot kur kanë ardhur është porta e bllokuar. Ato ndohen me ligj dhe me prokurori edhe në mes Vias edhe Mapkos. Po, unë e kam hallin të punëtorët të nën kontraktues. Çka më ju bë këtyne? Çfarë foj kanë këta? Kanë bë kontratë me neve. Për çdo muaj deri në fund të muajit e përfundojnë këtë muaj. Mas fundit të muajit ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta na duhet t'i paguajmë, edhe njerëzën e punëtorit duhet paguhet. Nuk mundna na mi paguhe sot për nesër, derisa nuk nënshkruhen situacionet. Për më nënshkruar situacionet duhet të jenë njerëz prezent. E kryjnë muajin, e përfundon muajin edhe e kontrollohen punët që i kanë krye, nënshkruhen që kja punu krye, që kja duhet kryet. Mbrana që aty në 10 ditëve, këta i përfundojnë edhe fakturat, edhe situacionet, edhe punët. Policia janë këtu, unë nuk mujt me hyje, me bisedue me policin, as mu më dëgjua policia muhe, mirë po këta janë ka e kryjnë punën e vetë. Këta nuk mujnë me hapë porten, na me hyje ose me na blokue, por e ngjizojnë situatën. Na kërkojna prej Vias, që ata që kanë tentu edhe që ata që kanë bohe blokaden, që të vinë ose këtu, ose ne të shkojna në zyret e tyne. Shkojna 2 njerëz, 3 njerëz prej neve edhe flasëm si njerëz. E ata duhet me kërkue prej superiorëve të tyne që nën kontraktorët të lejohen me hije mrena. Përfaqësues të kompanisë së Pacollit thonë se nuk kanë asnjë lajmërim zyrtar për asnjë zhvillim. Dalimi i punonjësve është bërë në mënyrë të padrejtë dhe të jashtëligjshme. Dy kompanitë, thot Ismet Pacolli, gjenden në gjykatë dhe është drejtësia ajo që vendos përvimin. Sipas tyre është firma Via ajo që ka ndaluar hyrjen e punonjësve, ndërkohë që Via është pjesë e konsorciumit. Bëhet fjalë për punonjësit që punojnë brenda terminalit në ambientet e jashtme dhe zjarr fikse. Afati i këtyre firmave që u ndaluan për përfundimin e punimeve është fundi muajit maj, i cili është shtyr edhe për 3 muaj të tjerë, pra gushti është afati përfundimtar. Sipas Ismet Pacollit, s'ka patur asnjë lajmërim zyrtar për situatën e cila prek punonjësit. Kërkesa e Mapco sipas Pacollit është dakordësimi me kompaninë për të vijuar punën. Ne kërkojmë prej Vias që ata që kanë bërë blokadën të vinë këtu ose ne në zyrat e tyre të flasim si njerëz. Ata duhet të kërkojmë prej eprorëve që nën kontraktorët të lejohen të hyjnë brenda, u shpreh Pacolli. Kjo është përplasja më e fundit e konfliktit të nisur disa muaj më parë nga 2 ortakët e shoqërisë Via. Shkak për konfliktin është çështja e kuotave të aksioneve. Ndërkohë si rezultat i zhvillimeve dhe konflikteve më të fundit të kësaj të hëne, janë shoqëruar në komisariatin e Vlorës përfaqësues të 2 kompanive nënkontraktore.